Grupi parlamentar I Partisë Demokratike ka reaguar pas publikimit të raportit të kontrollit të lartë të shtetit mbi spitalin onkologjik duke kërkuar një debat të posaçëm në kuvend për të adresuar problemet e evidentuara në shëndetësi dhe onkologji. Raporti tregon një situatë të rënduar për pacientët me sëmundje të rënda duke përfshirë mungesën e barnave, përdorimin e ilaçeve të skaduara, vonesën në trajtime, mungesën e kontrolleve laboratorike dhe nën financimet e repartit. Deputetët demokrat përfshirë Bart Spahin, Manjola Luku, Klit Holt, Tritan Sheo, Erisa Xhixho, Lidina Alodhi dhe Eno Bozdo kërkojnë që kuvendi të shqyrtojë menjëherë situatën dhe të miratojë masa konkrete për përmirësimin e shërbimeve onkologjike. Ata theksojnë se kjo nuk është hera e parë që problemet në këtë spital evidentohen në media dhe raportime publike, duke theksuar nevojën për përgjegjësi dhe veprime të menjëhershme. Nga ana tjetër, Ministria e Re e Shëndetësisë, Evi Sala, ka pranuar sfidat e evidentuara dhe është angazhuar për të ndërmarrë veprime për përmirësimin e gjendjes në spital, duke u bazuar edhe në përvojën e saj të mëparshme në këtë institucion. Sala synon të sigurojë që pacientët të marrin trajtim në kohë dhe me cilësi, duke adresuar problematikat e konstatuara nga KLSH-ja dhe duke garantuar furnizimin e rregullt me medikamente dhe shërbime laboratorike. Në këtë mënyrë, PD-ja kërkon që çështja e spitalit onkologjik të vihet në qendër të vëmendjes parlamentare, duke u bërë thirrje institucioneve të marrin masa të menjëhershme për të garantuar shëndetin dhe sigurinë e pacientëve.